Gardi, do të fillojmë pa humbur kohë me të prezantuar të ftuarit fillimisht, të ftohurit, kush është i ftohur? Këtë ftohur, po fillojmë i herë me prezantu mu që do na bëjmë emisionin bashkë. Bashkë do bëjmë emisionin. Tregoj herë çfarë do jetë 2 orë mas Gardit. Kush ka filluar? Në fakt unë kisha qejf që ta bëja vetëm emisionin, po sepse kemi Greten, ja, si është. Kemi Klestën. Kemi edhe Klestën, shiko. Kemi edhe një të ftuar. Eratin. Rat. Tash si rregull ju të gjithë e dini që Rat është shkurtimi i Murat. Ose Berat. Si Berat, ma hapni planin ju lutem se o që pa të fakt. Ashtu dhe. Pra, ose Berat thuti, po jo. Ose qesa Rat. Prit. Rat? Dija, Rat. Pa shatrin e zotit. Mos u këtë ka unë hitë shifamej. S'ke pun me muhin. Si mor bur Plaurent e me të shkurtu Rat. Kjo është sekreti. Po kush s'ka shkurtu? Je shkurtu vetë apo të ka Gjena shkurtu? civile. Prit. Kush e ka shkurtu Ratin është problemi. E ka shkurtu gjendja civile që na ka shkurtuar gjithë ne. Mire ka Plaurent. Po më jemni. Mjemrin, po. Në gjë këtu. Greta, je një shush këti. Je një shushkë. Po pse kështu? Se kjo është shushku. Ma hapa planin, more. Ky, more, është shushku kë. Laurent Shushku, ku që gjenë marat mjemen. Më në fund. Kushe di ka qëllu në i shushkën fisë. E prezentua me dhe të ftuar që është Rati Laurent. Misteri disa viteve dhe pyetja që ka munduar shumë njerëz u zgjidh më në fund si e ka emrin dhe mbiemrin Rati. Rati e ka. E morë dhe po në duhet fund. të themi që këtu jemi për botrorin. Për botrorin, Pra, patjetër. 2 orë mas Gardit, pse 2 orë mas Gardit? Po i veshje 2 orë shkanë, sa hine del për stadionit. Të dalë mas garë. Se ajo është 1 orë e 45 minuta, po i qëre koret me hime dalë, i dënë? Po, mbaj mend. Fali sekund, po i shërë me i shok rrugë, sa dënë me bo. Po njeni i skuadrës kundërshtare që t'jepi shtyme ti, jepi shtyme. Po. Shkon 2 orë. E do tradita. Ka dhe birë. Akoma për të rafnë? E do tradita. Ta shti për alak ti specialistit futbollit, se ma dhe ju flasur specialisti i Gardit. Mirë, të dashur miq, kemi startuar emisionin 2 orë pas Gardit, do të kemi statistika, kuice, rezultate, golat nuk do t'i transmetojmë, kemi vendosur sepse i keni parë gjithandej, kështu që Më thoni cili për jush nuk i keni pa golat. Po. Sot, domethënë. Apo si ishin pak. Megjithatë, ky kampionat Kani, ju lumë. Faleminderit, Selim, përshëndesim. Përshëndesim, Sepse ne i nxjerrim live dhe komentet. Edhe komentet. Për parasit të vazhdosh ti, atë spjegoj unë ca gjana. po na shpjego. Te ky emision, që duhet falenderojmë fillimisht sponsorin tonë që është Upcom, njëri nga sponsorët. Po ju tregojmë, ju që na ndisni nëpërmjet ekranit televizorit, ju që na ndisni në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram e tjerë. Patjetër. Ju luftojmë se ora e parë e emisionit do t'jetë edhe në ekran Në të ekranin e televizorit. televizorit. Ju që po na ndisni nëpërmjet ekranit të televizorit, orën e dytë do ndisni në Facebook Live, Po. në Instagram Live. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse kemi një sponsor tjetër që shteti jonë i lavdishëm, I madhërishëm, i ishëm. larg pasëm, larg ishëm. pamës. Nuk na lejon ca reklama. Facebook na nuk pyesim asnjë. Ashtu. Sepse është rrjet social. Jo mo, ai Mark Zuckerberg është kapish në kut. Ashtu. Fala Zuckerberg, një përshëndetje. O, Zuko. 2 orë mas Gardit. O brazer. Ashtu. Por do lozim bashkë. Po na ndek në këtë Një moment. sekond, ky emision nuk është vetëm për ne. Roakja këtu me ne, me lujt me ne, sepse ne do lozim. Se ky Upcomi, ma majtë të qanten pak për para mas për to. Edhe ti tjetër. Për inat, mbaj nga krau Ata që tjetër. nuk janë vogla. E para punë s'ka ca abonime. Nga Suedia, përshëndetje, shoqëri Rada, na përshëndesin njerëzit, ne i përshëndesim gjithë. Po, bra. Jemi në një emision interaktiv ku do falim dhurata. Jo, mo, Upcomi do fali herë ca abonime falas. Po, Na bra. morën me zër këti, tham, o dëre i fali sa abonime falas o s'ke ku shkoni, tham, një, e para. Thash dhe unë të luaja njërë, të mere Po 5 po lojra. qa kishte përveç abonimeve, mos hodha sy të çanta, se ka edhe këtë çantë. I hape çantat, Dhe, po normal,
hap çantën gret, hap më çantën se ka hall me vjedh në gjë për vete. A shtet bashme, mor 2 orë mas Ti mos shiko të vjedhësh në një vjet çantën komplet. Këtë urat Tani po. unë vetëm ta hap apo të nxjerr një gjë? Fillon i nxjerr një nga një. Ashtu. Okej, kjo është Të gjithë ato që shkruajnë. për ato që shkruajnë që dojnë me majti ditar, ka menduar komi. Ose natar, ose ditar ose natar si keni Të domethënë. gjithë ju që mbaron bateria e telefonit si puna ime. Jo, se kjo nuk është krejt e thjesht. Kjo ka karikush makine, bateri rezervë që ta karikon, ti e man gjep dhe ta karikon telefonin. Kjo duhet për mu. Me gjithë, a bel për ty, Pa, gjej putjen, lojen tu, edhe fitoje, dash keme fiton gjirë. S'ka këtu, gjirë s'fiton as ma e vini. Një pyetje kam unë, po do ta bëj kur të na prezantosh. Të në vjedh kjo. Kjo tjetra është, shiko, doni me në gju muzik makini. Dua. Ju duhet ju se bëmi hedh këngë. Na duhet. Me në nëpë komi për ju a jem dhurat. Ju mjafton gjeni lojen, qa, do ja spjegoj mas pak tjetër. Hapni të gjithë Google-in, hapni të gjithë Google-in. Po të ky bloku që do moni ditare natar, si tha kjo, ato një me shkru me diçka. Duhet. Ka i sirlaps në kuti këtu, ju a ku plotëson gjitha kushtet. Ata edhe mashkull edhe fiton stirolaps. Qa kjo muj? Këtë se di kjo. Çadër plazhi duhet jetë. Kja se një, pa gjumë kini për dej, pa gjumë. E mirë, pa gjumë, kina marrë dhe ratin jo më këtë. Do ja themi më vonë për kjo bën ti forati. Shi, një mbajtë se... Mbajtse telefoni për të parë filmat e ekspozitor. Shi, ku ka menu dhe për mbajtëset kjo, po... Ku e ka ma tjetër e të ashti? Ishte këtu, Te çanta tjetër. klepsidra ishte këtu. Ishte këtu, po. Ka ndryshu? Atëherë. Kjo është kry... Ja, morë, këtu Nuk janë ishte ata. këtu? Gocet e nëzirë dhe ti çantë stanë këto kutijat e kartonit, Po, se do të regojmë qarë dhuratash do falim sonte. Ate ma jetë, ate e du. Kjo është për gjitha gratë, me vajzat që na ndjekin sonte. Rat, shikoj e rat se ka me të pa gruja keme të thonë, pse nuk e morë, se ti je i martum. Ja, vazhdojnë informacionet për ty. Pak fare. Na thanë që ke edhe të dashur, po nuk. Na thonë që ke edhe tenca që theme, janë fake news që ke edhe dashnore. Është fake news. Fake. Është fake. Kjo tash ti gruaja në shtëpi do të thotë pse s'ma fitove këtë dhuratën se këtë e du. Kjo është fantastike tash. Është një orërëre. Ytë të pelin si dreqit. Orana, klepsidra i thoi tjertë është 3 minutë që a kam plan tekon me greten këtu, mi hiq këta tjertë këtu. Shive gjera. Kjo është oranet 3 minutë. Shiko, ti do të shkosh tek rana e hedhur edhe do të jedhësh tarë. Kjo këtu, ne nga Londra do na thas me drogë se... Falem ne! Kastriot, i kemi mbaruar. Jena për kampionatin botëror. Kjo është orana 3 minutëshe. Ta merë gruja oranën ta vetë të krytë shtratit. Tak! Aty. Po qip të dhe ne. Po ma ju ki 3 minutëshe. Mos shkojnë blandja me fjetë, thot se me shkjerë ma gjerri për i shtrati. Ky, edhe mas banë thot që ta kthe dhe ka ona tjetër. Jo, problemi jo se ta vetë dorën kësy dhe kësaj prap djetë. Ska maru. Ska maru, dhe vazhdo. Pra edhe orana, gjithë të janë dhurata. Si fitojnë të dhurata? Thjesht fare. Kretë kollaj. Thjesht fare. Tu kemi një zarf që ka një emër, që do t'ju anëzjerim edhe me foto. Është lidhje një politikanit, që nga fillojnë botrorin, po, me sportin. Ka lidhje, një politikan që ka lidhje me sportin. Që është bashkim Fino, që dështë bëj presidenti i Federatës Futbollit. Atëherë, pyetja shumë e thjeshtë që ju të fitoni këta dhuratat mrekullueshme, do të gjeni përgjigje që është këtu brenda në zarf, ne do e vëmë këtu, nuk do e lozim. Dhe pyetja shumë e thjeshtë, si është bashkim Fino. Për gjithë ju që nuk e dini, merrni në telefon, pyeteni si e. Jo, prit. Si do lozit ashti? Si do lozim? Nuk do merrni në telefon, tashti po ju del një uftimi poshtë. Për herë parë në Shqipëri, në ekranet televizive shqiptare, këtu do luhet me video vlla, do hysh me video call. Do dërgoni te ky numri i WhatsAppit një mesazh, dua të marr pjesë, dua të los. Dua të martohem. Do ju mundësojmë direkt lidhen me video, do losim bashkë. Është kampionati botëror i futbollit, është bajram. Faleminderit, ju faleminderit Selim. Faleminderit. Pra, e para, ata shfrytëzojmë të urojmë tonë besimtarët musliman, edhe ato të krishterë për natën e madhe të bajramit. Patjetër. Gëzuar e
kalofshi sa më bukur, qofshi të lumtur, e bëfshi mirësi gjithë jetën. Zoti ju pranon gjithë faljet edhe lutjet tuaja. Jo vetëm besimtarëve musliman, po edhe atyre të krishterë ortodoks. Se festojmë Bajram me Pashk, por Shqipërinë e kemi bashkë. Tokë. Pra, do vazhdojmë të lozim, tash ti kalojmë tek botrori, se kjo për botrorin dy orë më zgardhin. Këtë orën e parë do lozim me Apkomin. Do gjejmë si është Bashkim Fino. Se nuk është një çudi. Ma nxjerrni një foto të Baçit aty në Twitter, që ta shohin njerëzit se si është Bashkim Fino. Është thjesht. Ta krijojnë një koncept. Përgjigja është brenda në zarf. Do lozni me ne me video do hyni, do flasim bashkë. Po pra. Do me thënë, kush është nga Veriu, flet me mu. Kush është nga Jugu, flet me Marenglenin. Nga Shqipëria e mesme flisim me radhë. radhë. Me Gretën flet kur ka qef Gret. A Bashkim Fino, shto dhe ja, ky ishte Bashkim Fino. Shikojeni mirë, pyetja është shumë e thjeshtë, si është Bashkim Fino. Tash ti vazhdoj me futbollin, ka fillu kush net e vërtet. Ismet, sigur the që do ma lije mua radhën, domethënë. Para 45 minutash. The që do ma lije mua radhën. Po kjo morë do me i flesh? Lej aty. Po, do t'i kthejmë më vonë, s'ka gjë. Në fakt, sot në orën 17 ka nisur edhe kampionati botror i futbollit, i cili ishte edicioni i 21 i këtij kompeticioni, pra dhe u luajt ndeshja e parë. Edhe pse Shqipëria nuk është kualifikuar ndonjëherë në kampionat botror, ne marrim pjesë në forma të ndryshme. E para njëherë sepse kënga e botrorit, Brazili kampion, thot 6 herë ju përshëndes. Do ta shikojmë. Përshëndetje Valdana, hinë luj gjejë se si është Bashkim Finoja. Gjejë si është Baçi. Ky ishte pra, siç thamë, edicioni i 21 i kampionatit botror të futbollit dhe në fakt u luajt edhe ndeshja e parë, ndeshja hapse, ajo midis Rusisë dhe Arabisë Saudite, e përfunduar me rezultatin 5-0. Sa? 5-0. Në Po fakt të kishim luajtur bashkë dhe kishim dalë 3-2. Në fakt ishte e kishim gjeti zgjidhje, disi do kishim rënë dakord. Ishte një rezultat që pati edhe statistika e rekordesh brenda, sepse ishte rezultati më i thellë, i dyti më i thellë në fakt, pas takimit të hapës të botrorit 1934 midis Italisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përfundoi me rezultatin 7-1 në favor të zotëve të shtëpisë, të azullave. Sa se po përmend Brazilin në fundit. Se gati jeti. Do ta përmendim, do vi. Ti mësoj herë. Do vi dita. A ka mundësi më tregu ku hyn Rati këtu vëlla? Rati. Po, për Ratin kemi hap planin ta shoh Ratin. Për Ratin kemi përgatitur një surprizë në fakt, që nuk ja tham në fillim, po je i detyruar Rat kur vjen në zjarr televizion edhe kur ke të bësh me Ismet Drishtin, je i detyruar të kesh edhe surpriza kështu. Je gati? Normal. Shumë e bukur, po. Po themi dhe një statistik tjetër përpara se ka ardhur një përgjigje se unë harrova që të them që do fitojnë edhe ato me komente. Por me komente nuk e fitojnë gjithë paketen e plot, do fitojnë dhuratat vogla. Kur je me video call. Fino është i shnoshtë. Po, si mendon ti? Shiko. Është e vetmja gjë që nuk duket të Bashkim Fino në fakt. Po mirë. Ta armatosëm i qikë. Gjithë këtë pirat këtu, përgjigja është thjesht gjeti kështu i shnosh Bashkim Finoje, a të dini edhe vetë Bashkimi, gjeti qa tjetër, afer, i afru, po, di qka tjetër, dhe hyni me video call, nxirre numrin e WhatsAppit, aty te WhatsAppi, lidhuni live, na dërgoni një mesazh, duhet los live, dhe hyni live. Sepse mund t'ju japim edhe ndonjë ndihmë ashtu, kurse kështu nuk ju ndihmojmë dot. Nuk ju ndihmojmë dot. Dorë për dorë. Atëre, tham që ndeshja e parë midis Rusisë dhe Arabisë Saudite përfundoi me rezultatin 5-0 në favor të zotëve të shtëpisë, ishin edhe organizatorët njëkohësisht. Dhe kjo është edhe kronika e ndeshjes, këta janë edhe gola shënuesit, pra që kanë shënuar golat në këtë ndeshje. Por kjo ishte ndeshja numër 21 që të zotët e shtëpisë nuk e humbasin. Pra ndeshjen hapse, të gjithë organizatorët nuk e kanë humbur, e kanë fituar. Ishte një statistik tjetër interesante që u plotësua nga ana e Rusisë. Kemi tjetër koment? Bashkim Fino, sa i gjatë dhe i gjere. E ka baraz? Ti nuk ka se ke gabu, të në thënë.
Jo, duhet ta matim tani. S'ki... Moni, ti afru më shumë se gjithë dhe tashni, Moni. I afru më shumë se gjithë, po hini më me video se keni edhe ndima, mori o ndimon dikush. Ashtu. Shkruani në WhatsApp, duhet marrë pjesë në loj. Nëse keni problem se jeni jashtë shtetit dhe keni halë se ta do ta bani abonimin në Upcomi. Po kollaj më sa ishte edhe natë Bajramit. Po jo i vlaj motër e keni, më i teze, i hall, i daj, i kushri. Po ja bani dhurat dikuj mu. Edhe në mos e fitov shi vetë, ja bani dikuj dhurat. Mua për shembull. Mua për shembull. Riurti aty. Dhe mua. Ty dhurat, po të baj kapelen e piratëve. Jo, kam përshtypjen që Gretës ja bëjnë dhurat edhe pa fituar lojën. Shi. A i shkon ajo? Jo, nuk i shkon. A i heqim? I heqim. Vajzat. Jo, kapelet. A kapelet? Vajzat nuk duhet. Ja huqe direkt mu. Është... Po t'ju vene vedo në lene asaj mu. Jo. E kemi mirë shumë gocën, alamet me gocën. kanë pirate, vazhdo. Ashtu, jemi tek momenti i Radit. Rad mos kujto se të kemi thirrur kështu kohë. Të lafije? Ja fruar. Do të vëm pak në provë tani, si je me leximin? Ke dhënë ndonjëherë lajme? Çka, fare. Mos më gatro më të mund fare. Mi fali sekund, me sa vetë luhet futbolli më vllaje. Me 11 di po. Ama mirë, nuk është këtë jashtë kampionatit për futbollit Rati, sa gjana i din. Për shembull Rati ti ja jepi tesh ekipin e futbollit të Arabisë Saudite, të lexon emrat. Tik. Ma hap një Ratin, du Ratin. Rati. Hajde, na lexo pak. Gati. Mos më gatro që je nga tuj. Lexoj. Mos më gatro. Jo, mos më gatro. Si e lexon? Në. Po provoj njëra buqë. Se vaj më burr. Mos më gatro se kom të gatru. Nuk do. Bashkim Fino është si spesim. Shiko. Ba. Qarë hamë si t'je. Vesh për me hangër e ke mendin, dhe spesat e ke mendin. Mirë, mund t'jetë dhe ashtu Bashkim Fino. Nuk e di sa është dakord këtu në Zarf është ndryshe. Zarf është ndryshe. Është ndryshe. Vazhdo na jep statistika futbollit ti, dhe sa t'vin me video call edhe t'i ndihmoj. Okej, sfidën nuk e pranove. Për këtë do të bësh Unë me tifozlik. me klub di. Pak sot e na e këto pak atë skifjerave, pak. Pare. Si ashtë? Jam në ruso se kanar skifterat, hidhet valja, hidhet parja, me skifterat, Ismet Ryqi. Kure gjithë të ha pare në Ismet Ryqit? Jem su me amohë pare t'i këti Ismet Ryqit ti. Gjithë. Bukur, tani kontrolloni gjithë portofolat se kanë skifter ato. Kështu që si dihet asnjëherë. Cila është nga fundit që ke bo? Këtë sa për kuriozitet? Konga funit është vritën me dashni. Edhe një herë? Vritën me dashni. Vritën me dashni. Kush e ka bërë tekstin, muzikën? Tekstin e ka bërë Rozana Radi. Muzikën Genti Lako. Kështu është histori e vërtet apo është thjesht tekst këngë për Thjesht tekst këngë komerciale. Komerciale. Çuditshme, nuk pritet. Sepse për herë jo fare. Bashkimi është top futbolli. Stop. Jo. Përjashtojmë videocallin, s'keni ma shanse me kime videocall. Selim! Selim! Po. Shiko. Edhe një nxirreni komentin në regjia. Shoj? Ashtu, Selim Korbi. Selim. Edhe e ke thonë, edhe se ke thonë. Sepse e ke thonë pak ma gjatë se hinë me video mërë zot edhe fitoj e ti. Je që je. E shof që e ke fitu. Je që je. Selim, e shof që e ke fitu, Selim. Foto me video, e të mojon pak edhe ti e gjenë. Ashtu. Selim në gjomuta i numri WhatsAppit. Qo je i zët mesajit du me hy, aty lene numrin e WhatsAppit, tanë kohen. Qo je i mesaj, i numër telefonit thrasin të atmit të qojnë linkun e hin direkt video. Edhe e fiton se e shof që e ke fitu, mërë Selim, gati. Mor Selim. Veç ke folë ma shumë se duhet. Qna bërë? Të të një mëj, ke fitu gati,
Veç se ke full ma shumë se duhet. Po të mundohesh dhe pak, do me Edhe thënë... pak e gjen. Afkomi del me... Si golf jish po me motor Mercedesin. Nesër, me menimi jo. Ky është mekanik e garantuar. Unë po bas për të. Vazhdo na diftosh statistikat e futbollit, stadiumi si kishte emrin? Okej, ishte stadiumi që u luajt finalja ndeshja e parë, por do të luhet dhe finalja në fakt. Po se tani ngatrohemi. Ky është stadiumi që është luajtur ndeshja e parë ku do të luhet edhe finalja, quhet Luzhniki Stadium. Ky stadium u ndërtua në qytetin e Moskës në vitin 1956 dhe u quajt Lenin Stadium, pra stadiumi Leninit. Në fillimet e tij ai ishte një stadium totalisht i pambuluar dhe kishte një kapacitet rreth 100.000 spektator, pra 100.000 vende. Në vitin 1980 ky stadium do të mikpriste lojrat olimpike të 20-ta. Ai u është nështruar disa rekonstruksioneve në vitet 1978, 1980, 1995 dhe 1997 dhe 2017, pra është rekonstruktuar disa herë ky stadium ku është zhvendosur edhe pista e vrapimit, pra pasi është përdorur për lojrat olimpike, siç e tham, edhe pak më lartë. Aktualisht ai është totalisht i mbuluar dhe ka një kapacitet prej 81.000 spektatorësh. Ai ka funksionuar edhe për aktivitete tjera përveç futbollit, si ndeshje hokej e të tjerë. Në këtë stadium janë luajtur finalet e UEFA Champions League në 2008 në Man United Chelsea dhe finalja e UEFA Europa League në vitin 1999. Në Luzhniki Stadium do të luhen edhe takimet e tjera, pra përveç Rusia, Arabi Saudite, do të luhen Gjermani, Meksik, Portugali, Marok, Danimark, Francë, një ndeshje e 1/8, një gjysmëfinale dhe finalja e 15 korriku. Këto ishin disa informacione pra përsa i përket stadiumit ku luajt ndeshja hapse dhe ku do të luhet edhe finalja e madhe. Kemi tjetër koment. Është si biciklet pa pedale. Nesër, ka gjithë farë mendimin Po pra. Se pengon do tjetërin me thonë mendimin e vetë. Patjetër, të gjithë mund ta thonë Edhe kjo lloj biciklete po. mendimin e tyre. Ratis na the me kë je tifoz në këtë kampionat botror. Valla se kam vendos, po Portugalin besoj. Me Edhe ka u Portugalin. boj si ti ka qunja të shtyrat qeshuna për i mendë ka, do me thonë, për i qeshet. O do të saj, po t'i me video, mor do të saj. Okej, ne po ju paraqesim grupet edhe ju do na thoni pak a shumë se kë skuadër mendoni se do kaloj më tej dhe do arrit të fitoj edhe grupet. Kemi 30 skuadra të cilat janë të ndara. Një poshtat numrin e WhatsAppit për video call. Se presim videot me lidhjet me video. Presim lidhjet me video gjatë gjithë kohës, pra. Mesazh tek ky numri. Është e thjeshtë, kush do të lidhet live në video chat, mjafton të dërgoj një mesazh në WhatsApp 069 96 27 472 dhe do ju mundsohet lidhja live, pra për të folur për lojrat, por jo vetëm për të folur edhe për kampionatin botror, por edhe çfarë të na do të qefin apo jo. Patjetër. Kemi 32 skuadra të cilat janë të ndara në 8 grupe, nuk e dim në qoftë se regjia i ka gati që të na i prezantojë dhe grupet. Ky është grupi A ku është luajtur edhe ndeshja e parë, kemi Rusi, Egjipt, Uruguay dhe Arabi Saudite, është luajtur vetëm një ndeshje, ndeshja e parë. Rat, cilat mendon se janë skuadrat që do kalojnë më tej? Rusia, besoj. Janë pa pikë. Lëret e grupi A, ju lutem, po. Rusia, po tjetër edhe një ekip tjetër? Rusia dhe Uruguay ndoshta? Uruguay, po. Ismet? Uruguay dhe Arabia Saudite. Apo jo? Uruguay. Uruguay. Apo të dhejë me Uruguay nuk na. Në rregull, në grupin B, shohim grupin B. Shohim grupin B edhe këtu ky është një grup shumë i fortë, kemi Portugali, Spanjë, Marok dhe Iran, kuptohet që dy skuadrat favorite gjenden në kollaj. Rat Portugalin e morën vesh që do kalojmë edhe Spanja, besoj.
Jo, unë mendoj se... Marokun, ti më duke se ke qenë me FSHF në Rusi, se ke votuar për Po Marokun. pra, se këtë s'kanë votu për Marokun, Këtë s'kanë votuar. diçka din, po Diçka mendoj din. që Portugali, Portugali Spanja. dhe Spanja. Okej. Në grupin C, edhe ky është një grup mjaft interesant ku kemi Francën si ekipin favorit, por Australia, Peruja dhe Danimarka janë disa skuadra interesante, të cilat mund të kalojnë më tej. Mund na jepni një opinion edhe për këto? Unë këtu, për Francën edhe për mes Peru se Danimarkës jam në pikpyetje për Danimarka mbase. Danimarka, okej. Franca, vetëm Franca. Franca. Po kalojnë dy më vëlla, pse jeni ka i shpirt ngushtë? Se di, Si thash ty, Lerët kalojnë dy. Franca. Kalojmë tek grupi D. Edhe ky është një grup interesant. Kemi Argjentinë, Island, Kroaci dhe Nigeri. Dhe vërtet Argentina dhe Kroacia janë më të favorizuara, por kujdes sepse nga Nigeria. Islanda është një ekip mjaft interesant që është rritur shumë në futboll, sidomos kohët e fundit, pra është kualifikuar në Europian, ka bërë paraqitje goxha të mira. Islandën kam atë mendimin, shprehjen e thjesht popullore që një herë ja pa dhia deles. Jo, Islanda është një ekip mjaft interesant. Ke mendimin tënd? Në grupin E kemi Te grupi E. kemi Brazilin. Në fakt shumë shqiptar janë tifoz brazilian, tifoz të thekur brazilian. Këto gocat s'na thanë se më kishin tifoz, megjithatë doja kërkojmë më vonë mendimin. Këtu besoj keni Brazil-Zvicër, siç janë, pa edhe Serbia nuk është keq si ekip. Në grupin G kemi grupin G, këtu Pse është... gjithë grupet për ja, bëjmë pushime, burr flasim me njerëzit. Njerëzit janë të shkruar aty, njerëzit dojnë me hyjë me lujt mondial. Okej, nëse ka që duan të hyjnë të luajnë, patjetër që janë të mirëpritur në çdo moment. Sa pak më gjatë se duhet. Selim. O Selim, po hyr mo Selim, hyr. Zjereni më atë numrin e WhatsAppit se ka pas Selimi. Na nxirri na e mani aty gjatë gjithë kohës, i bini ratit atë mbaj. Selim, 069. Edhe palat e barkut ratit ky numri. Ashtu, aty leje. 069 96 27 472 është numri i telefonit, mjafton të dërgoni një mesazh. Kto që shkruan edhe Mira Musaraj janë ca frenca që na ndjekin ca miq. Mira. Këtë ky numri këtu, një mesazh në WhatsApp. Du të marr pjesë në lojë. Fitoni seriozisht. Jo fitoni seriozisht, nuk do mi marrë me vete në shtëpi këto dhurata, do na mi dhënë. Ore, për shpirti kishim marrë në shtëpi, po tash mirë është që ti marrin teleshikuesit, se në fundit dhuratat janë për ata, nuk janë për ne. Pra kush do të lidhet live në video chat, mjafton të dërgoj një mesazh në WhatsApp 069 96 27 472. Është shumë e thjeshtë dhe ne do ju mundsojmë lidhjen direkt me studion e Zjarr Televizion, ku mund të flisni me mua, e di që nuk do të flasi njeri, po mund të flisni me gocat. Kete Pelena sa dush më vëlla. Kete Pelena sa. Doni me fol me gocat? Po. Me Greten? Nuk flisni dot. Sepse Greta si flet kërkuj. Ashtu. Doni me fol me Klestën? Po. Klesta... Mund të përpiqeni, po prapë s'ka një përgjigje. Deri tani s'kan nxjerr gjys llafi, s'kan nxjerr. Ashtu dhe. Më fal, sa kushton një llaf? Varet. E thamë në fund. Jemi te grupi G. Sepse do t'i prezantojmë të gjithë grupet. Jemi te grupi G, ku kemi Belgjikën, Panaman, Tunizin dhe Anglin. Ky është grupi G. Kemi dhe dy grupet e fundit, pra grupin F, ku është Gjermania, Meksika, Suedia dhe Korea e Jugut, si dhe grupi H, Poloni, Senegal, Kolumbi dhe Japoni. Këto ishin 8 grupet, pra me 32 skuadrat cilat janë pjesëmarrëse në edicionin numër 21 të kampionatit botror. Kujtojmë që kampionati i parë botror është luajtur në vitin 1930 në Uruguay. Pra Uruguay ka qenë edhe organizatori i parë i kampionatit botror. Ndërkohë, pas ndeshjes sotme, nesër do të luhen edhe takimet e tjera, që do të kemi nga grupi A takimin e dytë, pra të grupit, do të kemi takimin Egjipt-Uruguay, i cili do të luhet në orën 14. Gabime kanë. Pse? Kotu? Qa po i duhet më bërë me lojtë futbol?
Ndërkohë nga grupi B në orën 17 do të kemi takimin Marok-Iran, ndërsa në orën 20 do të jetë super ndeshja e grupeve, do të jetë takimi midis Portugalisë dhe Spanjës, pra dy skuadra europiane që janë renditur në të njëjtin grup, ndërkohë nëse Portugalia vjen në një formë të mirë, Spanja ka patur disa probleme sepse ka shkarkuar trajnerin në këtë periudhë për shkak të kontratës së tij. Kanë bërë mirë që e kanë shkarkuar. Ka qenë goxha i ngarkuar. E kanë shkarkuar trajnerin, me që ishte i ngarkuar dhe firmosi kontratë me Realin e Madridit. Ndërkohë, ne kemi përgatitur edhe një insert për Kupën e Botës. Unë them ta ndjekim edhe të rikthehemi përsëri në studio. Megjithatë, unë mendoj që dëgjoj, ta bëjmë shkputje që të lodhin, ta pimi pikë edhe ne. Ta bëjmë 30 sekondë publiciteti. Publicitet. Do të thonë vetëm 30 sekonda. Komi që po na mundson këtë edhe hajde më fitoni. Fitoni më hyni me video, jo vetëm me komente. Hyni me video call dhe do fitoni. Nuk është pak, nuk është pak. 30 sekonda publicitet. Rikthyer pasi kemi ndjekur pak publicitet, ashtu siç ju paralajmërova edhe pak më përpara, ne do të ndjekim një insert lidhur me historikun e Kupës së Botës, si ka nisur, si është organizuar e të tjerë, kush ka fituar trofeun e parë, si ka qenë trofeu i parë. Dakor, na nxjerrni atë numrin e WhatsApp-it ndërkohë. Le të jetë aty poshtë, si u prish punë. Ajo kërkon buk? Jo. Le aty. Ashtu dhe mos e hiqni në rregull, vazhdoj. Shohim insertin. Sot Kupa e Botës është padyshim trofeu më i rëndësishëm dhe më prestigjos për sa i përket ekipeve kombëtare. Gjithashtu, ajo konsiderohet pa frikë si një nga vitrinat më të rëndësishme të futbollit botror. Megjithatë, për të arritur deri këtu, rrugtimi si në çdo fushë tjetër të jetës ka qenë i gjatë dhe i vështirë. Historitë që lidhen me Kupën e Botës janë nga më të ndryshmet dhe më të veçantat. Prandaj, po ju tregojmë se si nisi gjithë ky udhtim, që sot ka vëmendjen e gjithë planetit. Kombëtarja që arrin të fitojë finalen e këtij kompeticioni ngre lart trofeun dhe e gjithë lavdia është për të. Megjithatë, ky trofe nuk ka qenë gjithmonë njësoj. Përpara vitit 1974, ai kishte mas, pamje, madje edhe një emër tjetër, të ndryshëm nga ai që ka sot. Skuadra fituese nga viti 1930 deri në vitin 1970 merrte një trofe i cili quhej Kupa Rimet në nder të presidentit të FIFA së asaj kohe. Që nga ajo kohë Kupa e Botës ka qenë objektiv jo vetëm për ekipet pjesëmarrëse në këtë kompeticion, por edhe për hajdutët, të cilët kanë arritur madje edhe ta vjedhin në dy raste. Jules Rimet ishte një avokat francez i apasionuar pas futbollit. Ai kishte bindjen se futbolli duhet ishte patjetër një sport profesionist dhe se pjesëmarrja e skuadrave në Olimpiada nuk ishte e mjaftueshme për të arritur këtë objektiv. Rimet kishte bindjen se duhet të krijojë një kompeticion siç është edhe Kupa e Botës. Gjithçka nisi në një restorant në Barcelonë. Rimeti sapo zgjedhur presidenti i FIFA-s mblodhi të gjithë përfaqësuesit e skuadrave dhe ju tregoi idenë e tij, e cila u mbështet nga pjesëmarrësit. Gjërat u konkretizuan më 29 maj të vitit 1928 në Kongresin e Amsterdamit, por nga ana tjetër, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar nuk e shihte me sy të mirë këtë lëvizje dhe kërcënoi se do ta përjashtonte futbollin nga lojrat olimpike, gjë e cila ndodhi pak kohë më vonë. Ky ishte një motiv shtesë për presidentin e FIFA-s, që tashmë kishte ngulitur në kokë idenë e organizimit të një kampionati botror. Megjithatë, duhej një vend dhe një organizator. Ishte Uruguay vendi që u vet ofrua për të paguar të gjitha shpenzimet e përfaqësuesve të tjera dhe shpenzimet e trofeut. Lindi në këtë mënyrë trofeu Victory, i cili u dizenjua nga një përpunues ari parizien i quajtur Abel Lafleur. Kupa peshonte 3.8 kg, nga të cilat 1.8 ishin art. Emrin e ideatorit të saj, kupa do ta merrte vetëm në vitin 1946. Herën e parë trofeu u udhtoi me një anije drejt vendit organizator së bashku me 3 gjyqtar, presidentin e FIFA-s, futbollistë të kombëtarëve, emigrantë ndryshëm, por edhe udhëtar të rastit. Trofeu u vendos në një kasafort në Genova, nga ku edhe u nis së bashku me kombëtaren e Rumanisë. Më pas në anije hipi Franca, ndërsa në fund ishte radha e Brazilit, e cila u bë kombëtarja e tretë që hipi në anije. Me anije udhtoi edhe Jugoslavia, vetëm se ata udhëtuan me një tjetër anije e cila u nis nga Marseja. U deshën plot 15 ditë udhëtim deri në destinacion dhe futbollistët stërviteshin në kuvertën e anijes, ku shpeshherë topi përfundonte në det. Më në fund trofeu mbriti në Uruguay, aty ku do të qëndronte për 4 vite me radhë, pasi vendasit arritën të shpalleshin kampion duke mposhtur në finale Argjentinën me rezultatin 4-2. Megjithatë, ky ishte vetëm fillimi i një udhëtimi të gjatë e të lavdishëm. Ky ishte pra një historik i përmbledhur si ka qenë Kupa e parë dhe në fakt jo vetëm futbollistët ose ekipet kombëtare, por edhe hajdutët, këta skifterat e kanë fituar një dy herë Kupën e Botës. Por sinqerisht është skiftera. Po.
Janë ata që... Që dalin që natën kështu gjeni në për pallate. Ata që si zë gjumi. Ka probleme me gjumin. Duhet të ketë një këngë, thotë. Pse të mos ketë një Si këngë? mos me pas, ato bëjnë gjithët heroizëm, hipin najt pallatit, i bën me rati dhe më thonë. Jena në skiftera, Tera, me çuna me vlera, jo me milionera, skiftera. Rat, besoj bën shumë koncerte, lëviz shumë në për klabe, në për... çmimi më i lartë që tash paguën prit, në koncert, duhen më me ditë direkt, a je marra? Po, edhe unë do me ditë. Po çmimet, Domone? pa thonë mos është që keq me i drejguar. Jo, Ja ma bore. unë desha ta bëja pyetjen pak më ndryshe. Si arrit pak çmimin. Unë do ta bëja pyetjen pak më ndryshe që ta kishe edhe më të lehtë për të përgjigjur. Kush është kënga ku të gjithë ata që janë duke ndjekur çohen edhe hedhin më shumë lek? Skifterat normal. E skifterave. Skifterat. A mos janë gjithë skiftera këta që hedhin lek apo? Jo, dhe ata që skifterat në qeft. Nuk ka shumë lidhje. Kënga që ke më shumë për zemër edhe që e këndon edhe në dush, domethënë. Mund mos jetë kënga jote, s'ka problem. Jo, flasë të mjetë, vritë me dashni është e bukur. Vritëm me dashni, kënga e fundit, ha? Kush është? Oh, Kemi okay. një video call? Kemi një video call. Kemi një njeri që ka hyrë në... Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Po, Nga na telefononi. Nga telefoni besoj. Nga Tirana. në Tirana, ndëgjo. Jemi ta matur vetë për duratën këtu të përgjithë. Po, ngri pak zërin të lutem, Ka marrë vetëm për dhuratën. Ke thot. marrë për dhuratën. Përgjigje nuk e di thot, po ka marrë për dhuratën. Ka marrë vetëm për të marrë dhuratën. Po mira, i ndoqe komente deri tani, a e more vesh se për çfarë po flitej? Po flitet për atë bashkim finon, Po, që me sa duket ai më përpara sikur e gjeti që ishte ti top futbolli. po, Aha, me ca shkurtime, me ca Futbolli nuk qetje. ishte. si? Si Nuk top... ishte si top futbolli. na Jo, ta marrë. shiko. Ai kishte shku shumë afër. I Po. kishte shku shumë afër, por kishte fol më shumë se ç'duhet. Do me thënë më pak thuhet. Pra ka fol më shumë se ç'duhet. Fjalët e shumta janë fukarallik, thot populli jon. Si top tani si top tenisi nuk është ai. Jo, bravo. Mirë që nuk e the është. Se po të thoje është, iku u skualifikove, ti the, nuk është si top tenisi dhe ke Jo, drejt. nuk është po them. Shikoj Ismet. Bravo, shumë mirë. Ja, prit. Jo, u dhe një mundësi të reshkuesve që të thonë, nuk është kështu, nuk është ashtu. Jo, Derisa ta shiko. gjejnë. Prit pak dëgjoj me vëmendje. A ke parasysh ku është spitali Nën Tereza? Po, kthesa e parë majtës. Po, E ke parasysh? Tash ti, po, harroje spitalin Nën Tereza. Kujto spitalin Baba Tereziu. Harroje spitalin Nën Tereza dhe ndalote përgjigja i burrit si top futbollit. Ai e gjeti... do me thënë, Prit, duro! Ai e gjeti... Por nuk e gjeti. Jo muje, por foli shumë. Po të kishte fol, pak ma pak, do e kishte gjetë. He? atë infina është si topa. Bravo! Bon fut! Kemi një fitues. Ja, shikojeni zarfin këtu, në sytë të publikut, Bashkim Fino është si Top. top! Bravo! Besoj e keni marrë, shiko, do lesh të regjia të... A shese... Pra dhe i thash, hyni more me video, hyni more se ju ndihmojmë, se ke... Du të falë më dha. Zdo. A ke problem që e ke fitu një abonim, se nuk e ke fitu gjithë paketën, ta shte tjeve se gjerë, se... Ai atje i mesazhit ndihmoj shumë ai. Pra, që ke fitu një abonim kështu falas, do ta hap zarfin tash është 3 muja, 6 muja, diçka i ka me anë aty, po falas i ke. Mos e vrit mendje. A ke problem? Hape se tua ta shikoj tani. Po e kam lënë të tavolinat. S'ka gjë, lër genialitetet e regjia dhe do të kontaktojmë mbrapsht.
Ju falemderit. Gjithat mirat, falemderit për lidhjen, bët shumë mirë që hytë, pra u zgjidh. Bashkim Fino është si Top. top. Dhe në fakt unë Mund tjetë si top të lirit, Po. mund tjetë si top të... Bashkim Fino u gjetë është si top. Pas pak, vetëm pas qerekoret, dalin zarfat e rinj. Kemi të tjera lojra. Zarfat e rinj, që janë njëshi, që është dyshi, që është edhe treshi, këto zarfat e rinj, fillojnë orën 12 natës fix. Dhe, se i cili që i gjenë këto, se cili për këtyre, merë. Ai që i gjenë, merë. A mos sa merë se të shi. 20 euro fix të pastra. Ashtu Po të pastra, më të pastra. bëni? Dhe ka diçka. Do i marë, ai që do i gjej me video call, se cilin një, por ndërko nëse me mesazhe është gjetur, do e marrë edhe ai që e ka gjetur i pari me kështu. Me mesazh. Jo me mesazh, more me koment, koment. me koment. Ai që e ka gjetur i pari me koment, do e përfitoj 20 euro shi. Okej. Edhe një person që do e gjej me video call. Pra, i kemi edhe 6 çmime për t'i falë këtu, Ashtë ata gjatë, 2 orë mazgardit do Falen lek edhe. Falen lek. Jo se pyesni ç'bëhet mazgardit, ja më falen lek. Jo, më çfarë bëhet 2 orë mazgardit. Falim në lek biletin me kampionatin botëror të futbollit. Edhe çerekoret do të fillojmë. Ashtu. Me që kemi një çerekore kohë, desha ta pyes pak Ratin, se pash aty që kishe rreth 65 këngë të mos gaboj? Po. Edhe kishe vetëm 3 albume. Po si shpjegohet kjo? Apo i ke vënë nga 30 këngë për album? Jo, problemi është sepse janë bërë këngë teke. Do të thonë, 3 vitet e para janë bërë një album, do të thonë 3 albume, pastaj janë bërë këngë teke, sa më shpesh kam bërë, do të thonë këngët. A shiten më shumë albumet apo kanë më interes këngët teke? Se përpara u shiqin, po tani s'kan interes albumi fare. Ashtu është. Tani kanë interes vetëm koncertet, do të Vetëm koncertet. Ose këngë teke, po të heci, kape telebingu. Nëse këtu këndosa të duash ne nuk të edhim lek, domethënë vetëm po gjetet. Po këtu ka drejt, ka plotësi. Vetëm po gjetet e zarfat ndonjë gjë. Po gjetet zarfat se po se fitojnë njëri normalisht do fillonin të Ja di dëgjoj. Cili është këngëtari shqiptar që të pëlqen më shumë? Nga femrat Artiola Toska. Unë nga femrat kujtova se të pëlqen gjitha, po ti... Artiola, jo, këngëtare të mirë, si këngëtare. Si këngëtare, Artiola është Amarda, është Valbona Mema, pa i të gjitha kënojnë mirë, nuk i s'mundi cilësoj do s'mundi ndajdo. Këngëtare janë këto, se unë personalisht këngëtare shoh vetëm ato që e ke parasysh. Më falë. Ja, ka pa të më mund. Basur së 12 Nër burra. Siklet. Më thonë, është pak siklet se nuk mundi do t'i veçosh do të, sepse i kam gjithë kolegë. Po, flasëm për artistat, po normal që edhe mundi ngele qevi. Bujar Qamili është këngëtar i madh, këngëtar i mirë. Po flasë për të vjetrit me Dizena, po normal. Pastaj ka shumë këngëtar të ri që janë të mirë. Për shembull, Vani. kush është ky? Është Vani, është... Është këngëtar i mirë, Po, shumë. Jo Van Brek, jo. Van Gjuzi. Është tjetër. Van Gjuzi. Okej, regjia, ju lutem më bëni pak gati videot e trajnerëve, sepse në fakt është botrori i klubeve edhe i kombëtarëve normalisht, edhe futbollistët janë ata që janë gjithmonë në fokusin e kamerave, gjithmonë në fokusin e mediave, gjithmonë ata marrin gjithë vëmendjen, ata që shënojnë gole etj. Por punën më të madhe, në fakt e bëjnë trajnerët. Botrorin e fundit, 2 skuadrat që ishin në finale ishte pikërisht Gjermania dhe Argentina, 2 kombëtare të spikatura, 2 kombëtare që janë pretendente, kuptohet, edhe për këtë Kupë Bote, por kanë një specifik të veçantë. Kush është sekreti i suksesit të 2 kombëtareve, do thoni ju? Na thuj, se se dim. Është pikërisht trajneri. Në qoftë se regjia e ka gati të na nxjerrë videon e parë të shohim se kush nga 2 trajnerë do të jetë i Gjermanisë apo i Argentinës, është trajneri i Gjermanisë. Klas pis burë, se nuk s'ka marrë. Jo, mësë, nuk kanë në gjë të keqe. Stres, po stres. Antistres. Stres e po burë, ha thoj, ha t'hund, i merreri il pici, baba.
Pak herë s'qetull, e? Po jam I barrier sjetullave tash në treqje, po. Pak herë... Na gjini edhe ne në plët besën kemi. Tjetër? Vazhdoj videon. Ashtu, Jepi. Au e hangi! Mos e ha mor burr, mos e ha. Aje mor burr, aje, çke. Vazhdo në video. Po. S'pas kena skritër Abduki. Shiko. Prapë hangri. Po mos mo. Jo, po e bën top. Bo. Ai. O zoti më. Shpresoj të keni ngrënë darkë. Prapë ai. E futi nga poshtë dorën se nuk bën efekt nga sipër. Ashtu. Vesh. Jepi atë dorën, bravo. Ja edhe dorën tjetër. Ronaldo. Ai shoqë që fut dorën nuk e sjellat e sipër. Prit se kemi dhe poshtë. Qetësou se kemi dhe poshtë. Ashtu me stil, ashtu bëhet sikur bën zemje. Mos! Jo, te. Meri pak herë çuare. Bo. Mund të vi kështu. E këta dojnë me film. Këta kanë rra Brazilin 7-1. Ku për mu? Kjo djekt heq tersin. Pranë. Qatë mor. Prit se kemi akoma. Video vazhdon. Kjo është perla e perlave. Gati. Jo, hiqe. Jo mor aty. Jo mor pis. Futa thellë se inshallah po gjen naftë. Po qit në vezë. E bëri top. Ashtu. I dha formë dhe Ja. Prit se kemi akoma. Jo. Ja ba dhe aty, jo. Ky është kontroll fizik. Jo deri aty. Bo. Çeka në hap të mirë. Çeka 100% Imagjinoj tash ti. Këta kanë rra Brazilin 7-1. Këta me këta trajner kanë rra Brazilin 7-1. Sepse trajneri gjermani ka dhënë dorën gjithë futbollistëve të Brazilit. Ja, shiko. Unë ta garantoj që ky ka Helmut gjithë. Ka Helmut gjithë edhe pastaj kemi video, kemi thirrje. Aha, kemi një thirrje. Alo? Përshëndetje. Alo, Përshëndetje. E të lutem fol pak më fort sepse nuk dëgjohesh. Kemi pak probleme me audion. Me audion të lutem pak më fort sepse telefoni I dëgjon zërat e ulët si zhurma dhe I eliminon. Mund t'i heqë shufjet. Okej, tani jemi shumë. Po, jemi shumë mirë. Jemi shumë mirë. Aha. Nuk të dëgjojmë edhe një herë se të dëgjojmë një moment. Jemi në lëvizje, po të pak të ndalo se me wireless ik wireless mos ik sa dhe edhe I rriven. Po pra, kur rri në vend, vjen dhe zëri. Aha. Tani të dëgjojmë. Përshëndetje. Po të dëgjojmë vetëm fol pak më fort. Atëherë, për emisionin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nga na telefononi, nga na merrni. Ne që nuk e gjeta përgjigjen. Ishte e thjesht. Si po dëgjoj, mos e humra mas 5 minutash. Kemi edhe 3 kuice tjera. Fiks mas 5 minutash, mund të marrësh prap, do të marrim prap dhe mund të lush me 3 lojnat e tjera. Pa problem. Lidhemi mas 5 minutash dhe mos rrinë lëvizje, se në lëvizje I kuajnë, si dalon një vend. Gjej një vend statik, përpiqu të mos gjosh komshit se është vonë. Edhe rregullohemi. Dëgjoni më vonë atëherë. Dëgjojmë më vonë. Okej, këtë rregull, dëgjojmë mas 5 minutash, unë mendoj që këtë tash ta bëjmë 5 minutash për shemb. Do ta bëjmë, po ta shikonim edhe trajnerin e Argjentinës? Pse dhe Argjentinë si ky në Gjermanisë? Është sëmundje profesionale. Po fiton ka botrorin Argjentina, duket kemi. Që do jenë në finale është e sigurt njëherë, po pastaj se Hajde Argentina. E kemi. Opa. Mos, more. Ky e futi thellë. Po lere, more, që kemi të lere. Si lere? Po lere me marrë
Dhe shikoj reagimin e futbollistit. Reagimin e futbollistit, tenton t'i japi dorën. Dhe shikoj. Nuk i jep dorën, edhe largohet. Këta ishin trajnerët, ishte kjo pjesa e parë e emisionit ton. Na duhet që të falendrojmë të gjithë teleshikuesit të cilët janë duke na ndjekur nëpërmjet ekranit të televizionit. Ishte puntata e parë e Duor Mbasgardit, e cila përkonte edhe... Jo, puntata e parë s'ka marrë akoma. Gjithë që jeni në ekran televizorit, tani mbas pak do vazhdoni të ndiqni në Facebook Live tek Zjarr Televizion, në Instagram Live. Aty do vazhdoni të ndiqni edhe për 1 orë tjetër, kemi thënë 2 orë Mbasgardit. Ju që keni minimalisht një Facebook. Mjafton të keni një Facebook. Ju që s'keni, hapeni, domethënë një Facebook. Hapeni një Facebook. Shihni 2 orë Mbasgardit. Okej. Publicitet dhe kthehemi pas pak me lojrat e tjera. Kemi edhe trezarfa, kemi dhurata për të dhënë sonte. Gjëra interesante. Publicitet. Jemi rikthyer me pjesën e dytë të emisionit Duor Mbasgardit dhe Sa të më largohet kameramani nga skena, sepse ka gjithë kohën aty që po përpiqet me baj punë, se çfarë don me bën nuk e di. Pa në fund do largoj shumë mirë. Bravo. Ishte pjesë e emisionit, lodhin këto gjëra ndaj. O mirë, jemi live, është puntata e parë, kështu që mund të kemi edhe ndonjë defekt këtu. Do kemi edhe puntat parë, nesër broma. Edhe puntatën e dytë do kemi ndonjë gabim domethënë. Kështu që, okej, përgatituni të më jepni disa rezultate, sepse nesër kam ndërmend që të jetë një skedin. Ti di që do Për ndeshjet që do luhen nesër. Provo, kemi mos harro që të falenderojmë herë sponsorin ton, Bet355. Po pikërisht pra se ishim këtu. Kulturi online është e vetmja kompani e licencuar ku lot online murmur dhe ka cashback. A di ti çfarë do të thonë cashback? Ç'është cashback? Pare të mbrapsht po, të pare po. Bet355. Është sponsorin që jep këto 20 euro cash, free bonus që ju mund t'i luni krejt kollaj. Po. Se losin edhe gratë, edhe ti lot skedin kam marrë. Jo, po do filloj të luaj. Edhe gratë. Bravo. Jo më kot femrat në gjithë botën po kërkojnë të drejtat barabarta me meshkujt, kështu që pse jo, edhe ato mos luajnë kazino, loto, ç'ty doj e bardhë zëmrës. Jo, nuk po flasim për kazino, këtu po flasim për skedina. Për skedina. Loto sport. Ti parashikon rezultatin. Po bra. Sipas te mendon për shembull sot unë e dija që Rusia do fitonte 5-0. Dhe nuk na dhe një rezultat. Edhe unë e dija që do bënte një fitore të thellë. Po pra, Greta e parashikoj që në mëngjes. Gjithsesi, nesër do të kemi 3 ndeshje, ashtu siç e tham edhe pak më parë në pjesën e parë të emisionit. Do të kemi ndeshjen e grupit A në orën 14, Egjipti do të përballet me Uruguay. Në orën 17 Marok-Iran, ndërsa në orën 20 do të jetë super sfida Portugali-Spanjë. Pra pikërisht për këto 3 ndeshje do doja një parashikim fillimisht nga Rati, pastaj nga Gocat, pastaj nga Tismet, se Shiko, Portugali-Spanjë s'mund t'jap rezultat. Unë munde. Po ç'mund të na japësh? Po s'na dhe rezultat. Portugali-Spanjë, unë ju jap dhurata prap nesër. Nesër. Okej. Lekët që do merrni sot mund t'i luani nesër. Lojën e sotme mos e lër për nesër, thot populli. Rati, si del takimi Egjipt-Uruguay sipas teje? Uruguay Fiton Uruguay. 2-1. Fiton Uruguay 2-1, duke qenë se ka lojtarë si Cavani, Suarez e tjerë ka një kombëtare vërtet mirë, por edhe Egjipti mos harroj që ka Mohamed Salah që është një nga lojtarët më të mirë të momentit. Në orën 17 Marok-Iran, si e parashikon? Pra Marok-Iran del بحلف لها بالهبل 1-0 1-0 fiton Maroku. Ndërsa Portugali-Spanjë? Portugali-Spanjë. Do të thonë 3-2. 3-2 fiton Portugalia. E tham që Spanja ka patur probleme. E tham do doja. Jo, e tham që XX Elvis XX jesh. Është rezultat ky apo? Çfarë XX jesh? Barazim njesh në fund.
Barazim. Do të thënë edhe pushimi midis pjesëve del barazim. Okej, po. Ndërsa Njësh. Ndërsa Greta më thuaj 3 rezultatet e tua, fillimisht takimi Egjipt-Uruguay 0-0. 0-0. Marok-Iran Se di, të kjo s'kam në një ide. nuk e në ide. Patjetër? Maroku më e votuam te kampionati botror. Dhe ishte? Portugali-Spanjë? Po Spanja. Spanja. Okej. Kemi një për Spanjën. Pse kështu ti? Ti ishe vajzë mirë çfarë ti? Për të bërë opozit. Klesa, ti ke ndonjë ide? A me ardhi ralla mu? Jo, prit se kemi një klesë një. Për Portugalinë e Spanjën? Ti e kuna Gretës, me siguri. Portugalia. Bravo, Portugalia, jam Emiratin. Kurse unë them që Portugali-Spanjë fiton Italia. Kja tifozat italian i kena për fat mirë të botror, i kemi kuzhinjer të mrekullueshëm. Deliciozi. Pasule. Ismet, parashikimi jote dhe skedina jote që do luash tek Bet 355 nesër. Kush janë rezultatet që ti do luash në ndeshjen Egjipt-Uruguay? Egjipt-Uruguay 2, fiton Uruguay. Marok-Iran? Marok-Iran 1. Fiton Maroku dhe Portugali-Spanjë? 1x. 1x, pra me doppio shans. Po normal, unë i shfrytëzoj shanset, shumë bukur, unë i shfrytëzoj doppio shanset. Tani do edhe pak tani. Unë them do fillojmë këto. Do presim Portugali-Spanjë 2-0. 2-0. Ashtu dhe. Atëherë, tani do fillojmë kuicet. Kur komentoni. Nxirë atë WhatsApp-in, pa. Kur të komentoni, tani komentoni me mend sepse fitoni 20 euro, nuk janë pak sti fal kush. Ose nuk i gjen. Ose 20 euro ose 20 evro. Si të keni qenë. Fillojmë, po ju a prezentojmë të 3 kuicet. Cili për jush mund të hyj, të los me cilin do zarf që të doj. Ta zgjidhni vet. Goca, për çfarë do të marrë? Cila do të jetë pyetja e këtyre kuiceve që do fitoj? Do kemi për secilin prej këtyre një fitues me koment në Facebook dhe një fitues me video call. 2 fitues me nga 20 euro. Secili zarf ka me nga 20 euro fitues. Atëherë, nxjerrim kuicin e parë që është fotoja e një futbollisti, është shumë e thjeshtë. Fotoja e një futbollisti. Ju thjesht do na thoni emrin se kush është. Nxirreni një ishin. Po më rëndësishme është na thoni Bravo! Kjo është fotoja e futbollistit. Numër 1. Ju do gjeni si do ishte mirë me splitër që ju të vazhdoj të flasë edhe njerëzit. Ta shohin, nëse nuk bëhet, s'ka problem. Kjo është numri 2. 2. A e ka të shkru në kënë numrin që ta shohem? Jo, s'ka problem, po. Se ka të shkru, mi kam thënë regjismi shkruja. Ndërsa numri 3. Edhe një herë të lute me splitër regjia. Numri 1. Numri 1. Splitër dhe ma mbaj vetëm numri 1. Okej. Është numri 1. Splitërin e kena në mend. Ky është numri 1. Do gjeni ky zarfi. Unë se kuptoj, nuk e kuptoj si mund të jetë bërë futbollist ky me globin aty që mund të ishte bërë mësues gjeografie, do ishte bërë Alamet Çuni. Numri 1. Tani të nxjerrim numrin 2. Numrin 2? Numrin 2. Numri 2 regjia? Regjia numrin 2. Ishte një foto bardhëzi. Ky është numri 2, gjeni emrin e këtij futbollisti. Alamet Çuni, ky mund të ishte bërë model për shembull, shumë mirë. Dhe numrin 3. Numrin 3. Numrin 3. I treti i fërteti thot populli. I fërteti. Edhe numrin 3. Edhe numrin 3. Tani gjeni emrat e këtyre futbollistëve dhe rati i pari. Rati. Ja, dole. Të doli 20 euroshi. Nuk këndove kot. Pra, ose komentoni poshtë aty në Facebook emrin për 1-shin, për 2-shin, për 3-shin, ose hyni me video call. Do fitoni 20 euro. Rati, a kena ide për do njëri nga ata që ta fitosh një 20 euro? Kam unë një ide. Radio do t'ja bëjmë pak më të thjesht kuicin, duke qenë se tha nuk e kam shumë qef futbollin, dhe nxjerrim aktualisht këta futbollistat. Atëherë, Valdana Pacuku që komenton Bale, ju lutem, do 1-shi, 2-shi apo 3-shi, nëse keni një ide. Pra, do shkruani 1-shi dhe e keni gjetë, se keni gjetë, është muhabet tjerë. Po, pra, mund hyni me video call është shumë e thjeshtë. Me video call,
Oliver Kahn thotë. Wow. Fillon sugjerimet. Do fitojnë në Bet355 20 euro. 20 euro. Skedin. Dhe ti fitoni ti 100 fishonit. Dhe imagjino, unë rri gjithë ditën në Facebook, komentoj gjithë ditën, bëj gjithë ditën like, nuk fitoj as i lek. Nuk fitoj as i lek. Përveç se bani koment. Se me like s'fiton gjatë. fiton Bani koment këtu tek ne edhe tak. 20 euro. 20 euro. Si fal kush Bet355 sa e mundson. Vetëm Bet355. Goca më jepni zarfat se kam ase Kemi 3 zarfa, 100, 200, edhe 300, nërkohë regjia në spliter, nërkohë në ndëron numri 1 Bel në Valdala. Jo! Prej një sekundë. Po. Kemi edhe i problem do. Ku është problemi? Se edhe dikush ta gjej me koment atje, Mi po ne nuk do të regojmë qunqet. Sepse po të regojmë qunqet, a i me videokoll hynë e thot, ashtë Vilani! Jo, presim edhe videokoll. Kanë dalë Xavi Alonso, ka dalë. Elsoni, thoshte Xavi Alonso, por Elson. Nese, s'ka se ju vazhdoni nëse njëri për ju që ka gjetë, a i që e ka gjetë i pari, do njoftohet direkt mas i gjetë me videokoll, do njoftohet edhe kush e ka gjetë i pari me sa... Wayne Rooney! Atë pëlqen ty? Wayne Rooney? He? Në fakt më ka pëlqyer dikur në rinin e tij, po tani me mosh do gjë. Në fakt mu pëlqen më shumë Greta. Okej. Gjaxho! Përshëndetje! Një mik, ky është patrioti jotja. Patjetër. Gjaxho Plako është mik. Sa të doja që ta kishe gjetë. Po hyrë me video, Gjaxho. Stamba, e di si kemi marrëdhënie. E kemi mik të vjetër. Patjetër më. Si janë miqtë e vjetër si? Si Vera vjetër. Si Vera, po pse the si Vena? Pse nuk the si Vena, po the si Vera? Po sa jeshtë adhe i ganë tuja s'merë vesh po vla. Nuk më merë vesh. Bet355 mundëson 20 euro për çdo përgjigje të saktë. 6 vetë do i fitojnë të sonte. Po patjetër. Po ta di se hypin shkollë këtu. Mo. Ta di se hypin shkollë në numrin 3 e Dirama. E gjete. Ti e meriton i çmim. Është Ti e futbollist. meriton i çmim vetëm për atë si ke thonë e meriton. Naim, po ti ishte basketbollist, edhe mund ta kishe gjetur. Jam gati të nimoj për atë Diramën. Po Si ne, të rëndimu, si Nuk e ka gjetur. Kemi 3 zarfa, 3 foto, ndërkohë regjia i nxjerr fotot me spliter 1-shin, 2-shin, 3-shin, ja, kujtojmë edhe herë teleshikuesave. Bravo. Ky është numri 3. Numri 3, 3. mos harroni. Ky është numri 1, numri 1. Shikojeni mirë me vëmendje. Ky është numri 2. Dhe numri 2. Ky duket si me kanë luftë dytë botërore. Numri 3. Ole. Si numër po t'jemi? Pra vënë në Nuk e gjori numër në gjori. Bet355 që e mundëson. Këto qmime të fitojnë të reshikusit. Unë s'du t'i marrë këta euro me vete në shpi. Du t'i jap. As ty s'ti jap. As ty s'ti jap. Ja jap aty. Po te kishim edhe ratit na këndodhe në gjë. Na kishe kënu në gjë? Po, direkt. Qa do kishe kënu? Natës tin të bukur, që vitra në fili, ti me jesi Rati! flutu. Ti ishte fare mirë shkurtimi pirati. Shkurtimi pirati është rati. Me qëra fjalla. Shkoga. Kjo është durata e zjarë televizion për ty. O, falinderit, Direkt e dhurat morë shumë e dhuratë se bukur. qokë, sepse shkurtimi pirati është rati. Po jo, na del edhe një fjali këtu. Pi rati. Ore rati pi apo s'pi? Vallaj, alkohol fare. Zero. Jo, bravo. Okej. Ti nuk je Asat. ti nuk je pirat, je nuk pirat. Unë jam nuk pirati. Shiko, që në lashësi, piratët i kanë thirrë shkurt rati. Sepse e parashikonin që do vinte i ditë rati. Edhe do ja këno, o do e këno shikon për pirat. Se për skiftera ke këno. O pirati A zemra. bëjmë bashkë shikon për pirat. Pirati zemrës do të poem. Shish. Pirati zemrës ku ka? A Po është. pretë se nuk u bo për herë.
Vazhdojnë komentet, Steven Gerrard thot një futbollist i jashtëzakonshëm me një karrierë të jashtëzakonshme dhe përveç që talentit të tij në futboll ka qenë edhe një futbollist i vlerësuar shumë edhe jashtë fushës së blerë, Steven Gerrard. Absolute futboll edhe jashtë fushës. Po lutem mo kanë çeto me shokët tash si gjithë ne në rinin ton, pa padur bark, domethënë. Roft lajthiza se 2 orë pa lajthizë nuk rrihet. Nuk rrihet. Roft edhe bet 355 ju ka mundsu fituesve, atyre që komentojnë, atyre që thrasin me video call. Ndërkohë, i lutem regjistë të na nxjerrë edhe një herë numrin e WhatsApp-it se në fundit i presim të gjithë me aty duhet të gjithë kohën aty njerëzit që duan të thrasin video call, dërgojnë mesazh. Ore, e kishim një që thirrri parë që lviste gjatë gjithë kohën, që nuk zinte vend. I ka ikë wireless i më është thjesht. Po pra dhe ikte wireless i sa i lviste, rri një vend, stacionohu, si me thënë, mos lëviz, edhe të vi pas të zëri dhe figura. Bukur. Kush do të lidhet live në video chat na dërgoj një mesazh në WhatsApp në 069. Ka një favor për ata që lidhen live me video chat. Ata që futen live me video kanë favor se do ndihmohen. Do jepet ndihmë. Do kenë mundësi që të gjejnë edhe të marrin 20 euro. Gjëbën natën rikot, Toni Kroos, thot Albiano. Albiano, ala me çuni. Mund t'jetë Toni Corner, po jo Toni Kroos. Kroos ose penalti. Ose Rafishat. 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 Si themi në anën tona. Ka startuar sot botrori Rusi 2018 është Rati nuk e ka parë ndeshjen fare. E futbollit. Golat i pëm, thot për që. Na golat mi thatë ju. Po që dojnë të një emision sportiv, mua. Po ky është problemi, pra. Ky është. Po pse edhe më vlla, pse pranoj ftesën nuk e kuptoj. E pranova. Po se të bëj smeti ftesën mos ta pranosh është vret Zoti. Kjo është muhabet tjetër. Të vret Zoti. Do dalim dikë tjetër, po nesër duhet të kemi një specialist futboll. Nesër do bëjmë diçka tjetër. Do lidhemi edhe me video me ca futbollist. Futbollistë dhe trajnera jashtë shtetit, edhe futbollistë dhe trajnerë. Shqiptar që bëjnë trajning jashtë shtetit dhe futbollista që i kemi jashtë. Në fakt është mirë që të evidentohen edhe shqiptarët që trajnojnë jashtë shtetit, sepse vërtet ka të tillë, por që në ambientin ton sportiv ose në vendin ton nuk është se njihet edhe evidentohet puna e tyre shumë. Gjithë kjo faj spliteri që nuk del aty me fotot e këtyre që të kujtojmë edhe një herë. S'ka nuk tjetër këtu. Në fakt pjesa e dytë e emisionit është konceptuar e gjitha për të loj, për të luajtur dhe për t'ju dhënë me video. O do hyni me video, s'ka. Duan që t'ju japim këto 20 euro, është shumë e thjeshtë. Nuk janë 20, janë 6 herë 20. Po mirë mo. Nuk janë 20, janë 6 herë 20. Po sigur të gjej një të gjithë. 355. Komentoni numër dhe emër, se nuk ju gjenë gjonë. Se keni gjetë me të parin, me dytin, me tretin, me të katin, me të pestin, nuk ju thot kush pse ke komentu 10 herë, 10 herë, 15 herë, 20 herë, dhe sa të binin te. Pra ma regjia do ju ndihmoj, se do ju nxjerr fotot. Po, gocat nuk i pyetëm një herë, apo këtyre do t'u nxjerrësh me shkrim aty prapë nuk e gjej. No, mund ta them një nga lojtarët e mi të preferuar që mund të jetë edhe aty. Është ai Ronaldo DiCaprio? Ronaldo DiCaprio. Bukur. Ka lezet botërori një emision për futbollin me Gretën. Po pra. Dhe je e gjatë, më thallë. Jo zakonisht, femrat kur shohin futboll. Një futbollisti kishte shkruaj herë jam futbollist e ai thotë, ti duhet të kesh durt me kallo." Po pse? Zai po pse? Po se rrini ta kohën ti ratopit kështu. Dhe ju ankuaj smetit. Ishte volejbollist. Ja, ky është numri 3. Numri 1 dhe numri dyshi se ku ka humbse di. Dyshi. Ky dyshi në fakt është shumë i thjeshtë. Po ta shikoni me vëmendje. Në fytyrë, shikojeni herë përqendronu pak te ky dyshi. Është pak buçko. Ky është më i thjeshti për të gjetur nga të tre, ju garantoj. Ky është më i lehti për të gjetur nga të tre. Komentoni ose thirrni me videokall. Të tre futbollistë janë këta? Të tre janë futbollistë. Janë në për ekipe futbollit. Përshëndetje. Përshëndetje. Wow! Mirë, nga po na merr. Zvicra. Zvicra! Hajde përshëndetje Zvicra. Më baj qefi që ta marrë një 20 euro Zvicra. Shqiptarët e Zvicrës. Më falë, sa është
Sa është dita e punës aty që ta llogarisim, domethënë sa kushton 20 euro? Dita e punës nuk tregohet. Nuk tregon. Çeka si unë. Si rati që stregon. Shiko, jo, më zini video call, të lutem. Atëherë, a i pe fotot e futbollistave? Po i pas. Për cilin dhe me të ndihmu? Po për te i pari me nova për Oliver Kahnin. Për Oliver Kahn të kipari. Jo, a di si mund të ndihmoj unë ty? Mund të ndihmoj duke të thonë që 2 pika. këto të part e Oliver Kahnit kanë luftu me të part e këtij tjetrit. Që e ka emrin tamam. Ati që ke parë fotografi. Dhe ato ti që për dresh kanë fitu të part e ati tjetrit e jo të Oliver Kahnit. Pra i vjen me kënë? Oliver Giroud. Këtë e shqiptar, bro. Po jo! Ko kena fitu, na me Gjermanë s'kena fitu, por na e kanë lanë vetë. Po që ata që kanë fitu... Ka qenë ndeshje e trokuar. Shiko, Oliver Kahni a Gjerman. Gjerman kanë baj luftë madhe. Po. Dhe kanë humbë prej një force të madhe. Në fakt është e thjeshtë se Gjermania me gjysmën e Europës ka luftuar, nuk është. Pa një ka kënë forca ma madhe që i luftoj. Mos ma hishni të ftuar, bravo. Tashti. Një ka qenë force madhe, pra part e këtij futbollisti që është fotografi, i kanë mundë në fakt këta print të Oliver Kahnit. Jo, dash ja kena pa sherrin edhe na. Ku ja kena pa sherrin e shqiptarët? Falë se s'ni gjova, s'ni gjova një. Kujt ja kemi pa sherrin ne shqiptarët? Në njëri tjetrit. Italianëve. Qa sherrit mërë? Po ti godinet më të bukër në Tiranë? Anë marë kupet. Po na godinat më të bukër në Tiranë i kina italiane, si ja kina pa sherrin? Luft dytë botnore, prind të këtij futbollistit kanë fitu kundër prindve Oliver Kahnit. Masë s'ka qenë fix prindin, mund të qenë gjyshërit. Dhe prindve të këtij futbollistit ja kina pa sherrin deri në 60-ën. Tash ti ta thash tamam po. Deri në 60-ën kur ja kina pa sherrin. Ndro profesion. Jo. Një gjërtu! Deri në 60-ën. Ku ja kina pa sherrin deri në 60-ën? Mirë. Përhoq. Kuj? Kujt? Edhe herë? Përhoq. Oj, Vërhoqa ka dik të 85-ën! Po të në 60-ën! Alban Hoxha nuk është, por deri Partizanit kjo është. Pej. A ki pare neshje sot? Sot a ki pare neshje? Në ndeshje futbolli? Ku zhvillohet kampionati botnor i futbollit? Të shvesh me ta thonë këtë mo. Po, Rusi. Ha! Të shikë futbollisti një shjashtë rus. Ka nga bre Rusi. Po pra. Bash prej rusit! Rus musliman e rus katolik, një prej redisa me mësu Shkodër ti. Këtë me kanë rus ortodoks. Ka është një ci qumit e të ekipin, Rusia është. Emrin e futbollistit duam tani. Ti janë në nështë, ta si adin, Po mbi emrin. po na thuj qalot të pakten. Nuk jam të të një. Na thuaj, qfar Na u gjikoni lot, ka. qfar lojet lot. Qfar Nuk e lojet, luhet. ky futbollisti është rus. Çfarë pozicioni luan? Qfar pozicionit lot? Të mus.
Ke më nga ekstremin ekstrem. Di që më prishi kjo djali. Ty ka me hamoni si. Okej, është mbyllur lidhja me sa duket. lidhja. Është mbyllur, nuk arrit agjendën. Sa ka një momore. Megjithatë, dima ishte e madhe. Kishte kënë ty bajt fest, kisha kënë edhe unë me të ty amu i dorë. Ka që shumë e kam ndihmu, shumë e kam ndihmu. Gjithsesi ju mirpresim të gjithë ju që jeni duke na ndjekur nëpërmjet Facebookut në Zjarr Televizion Live. Ju kujtojmë edhe një herë pra që mjafton të dërgoni një mesazh në numrin e telefonit që regjia do ta nxjerrë tashmë poshtë ekranit. Mjafton të dërgoni një mesazh aty. Pra ky është numri i telefonit dhe ne ju lidhim live për të marrë pjesë në lojë, por jo vetëm pra për të fituar edhe 20 euro të cilat kompania Bet355 i ofron për gjithë ju të cilët do të merrni pjesë tek loja. Kush dëshiron të lidhet pra mjafton të shkruaj në 069 96 27 472. Është shumë e thjeshtë. Pra mjafton të shkruash aty dhe çdo gjë lidhim ne me video. Ju lidhim me video call. Në fakt komentoni edhe me komente quhen fituesit. Patjetër. E kemi thonë mo, të njishin, gjithë edhe herë regjia futbollistat njishin, dyshin, treshin. Të shohim me spliter kush janë futbollistët të cilët fotografitë e tyre janë kur kanë qenë të vegjël. Ky është njëshi. Ky është njëshi. Ti ja thome ma ishte rus. S'kemi që themi më. Ky është dyshi. Nuk është rus. Nuk është rus. As ky tjetri nuk është rus, është futbollisti numër 3. Pra janë 3 futbollistë, fotografitë të cilëve janë marrë nga vegjëlia e tyre dhe ne ju a kemi sjell për të luajtur dhe për të fituar 20 euro. Kollaj fare, mjafton të thoni 20 euro. Andrea Shevchenko. Është Ukrainas. Është Ukrainas, më nuk është rus. Dhe Ukrainasit kanë kënë tonë me Gjerman. Ndoshta ka për 2 numrat e tjerë, se ka vetëm për njëshin. E më mirë tash. Duhet me shkruaj edhe numrin, në fakt, numri 2, Mario Götze. Mario Götze. Ja. Të imagjinosh që Mario Götze ishte autori i golit finales fundit botrorit, ku Gjermania u shpall kampione në shtesë, por këtë botror nuk është grumbulluar fare. Ma nxirë edhe herë më mbaj aty numrin 2. Të lutem regjia, na nxirri numrin 2. Me që numrin 1 e dham ndihmën tonë. Dyshi, sepse dyshi, po ta shikoni me vëmendje në fytyrë, nuk ka ndryshu shumë. Ja, shikojeni pak te numrin 2. Vërini dhe mjekër edhe ja u zgjidh. Mos je për ndihma, vetëm video call jep ndihma. Na fal. Ky është futbollist shumë i famshëm. Shikojeni me vëmendje se nuk ka ndryshu shumë. Ka fituar shumë në karrierën e tij. Lek. Jo, po euro. Femra. Nuk e di, pra atë se kam pyet. S'kemi qenë me ta. Por, Pas ka qenë budallaqë se ka shfrytzuar. Jo. atë se di. Por shikojeni se ky është i famshëm kuptimin e plot fjalës. Ra ty tu krijuan ndonjë ide nga këto ndihmat që ne Ja, dam? Po, ke ky i dyti e... Thuaj se fiton. Ta them? Po. Amazon Messi? Jo. Ashtë në mes të ati burrit. Ja mara qa mesit, mara. Ku t'i gjosh këti? Ra, Si ashtu duket. Shiko, se të duk si pamja Argentina? Jo, më duk si palluqi kështu. Ja shiveri, shiheni pak. Shiheni është bardhësi. Në fakt në fillim kur po organizonim kuicet edhe kur po gjenim, po mendonim që do na gjenë shumë shpejt edhe si do ja bëjmë për të vazhduar emisionin, po problemi Pas ka burë nënët me gjithë. problemi që ka Po ndryshe. kollaj ma kënu ka në shumë këtë dyshim. Po Po pra, ta shihni vetëm plakeni pak. Do me thonë, po fmi ka me t'ky, e? Një fytyrë ka prapa akoma sot. është zgjatur pak këtu është drejtë se nuk është aq i vogël. Shikojeni pak, kjo është foto artistike bardhësi. Filloni mendoni kush quhet për art. Shfrenoni pak imagjinatën tuaj. Atëherë, prit një sekond. A është fituesi Kupës Botës? Patjetër. A është edhe fituesi Kupës Botës, dyshi. Dyshin e keni, ajde, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Nga po thirrni. Ja Dursi. Ajde Dursi duhet ta ketë gjithë dyshin se e ka dyshi. Thash mos ishe edhe ti nga Zvicra, se do e bënim emisioni vetëm për Zvicrën pastaj. Ta shove dhe fotën e dytë.
Foto numër 2. Fotën e dytë në vend tim atë nxirrni fotën e dytë në vend surratit tim. E bani dot atë ju? I vetmi trofe që i mungon këtij futbollisti është trofeu i UEFA Champions League. Pra vetëm atë trofe nuk ka fituar. Ja shikoje, i ka fituar gjitha trofet, s'ka fituar vetëm UEFA Champions League. Është E shikon? një futbollist. Po. Ka i gjo, ma kom shi se këte s'ke asjenin prej këtyre treve. Nuk është futbollisti Besës ose i Shkumbinit. Ma kom shi se këte nuk lot si vjet në botëror për fat keq. Nuk lot në botëror të vit. Jo, Po mos prit që të themi emrin. ky është tifoz me te, me ata është ky. Unë jam. Edhe prit, tifoz me te, po ta themi fjallë, të dyshi. Shiko këtu. Kryeministri jonë ka një lidhje me këte. E gjete një A i lidhje me gjati që kryeministrin. qena nga kryeministër, ka një lidhje me këte. Nuk është lidhje Po gjaku. timoj shumë, e? Nuk është lidhje gjaku. Si? Mos do të janë të dy të gjatë. Jo, ky joni jam ma i gjatë. Shiko në ashti. Po të gjatë janë të dy, e vërtetë. Po ky joni ka diçka të këti. Ka diçka të këti. E ka pa gjithë Shqipëria, që ky joni i gjati, ka diçka të këti. Ja ka marrë këti diçka. Ja ka thënë vetë kjo, nuk e Ja ka ka marrë. marrë vetë Ka kjo. ka marrë në bluzë në Aty afër. E sigurt është që nuk i ka marrë ato tutat. Ato i ka blerë në vend tjetër. Mos është ajo xhakinta që i kam mos gaboj lojtari i Juventusit. Është Emrin Shiko, dua. shiko. Emrin dua. është kloun. Kloun. Klouni, a din qa është? Ma lei, parla italiano. Po. Edhe Shikoj aftyrën e ma, shikoj aftyrën. Mos Bile, si është se ka Paolo që Dybala. Kur ka marrë Roma diqa prej Paulos? Paulo Dybala los në botrorësh Argentinas. Nuk bëhet gjë. Ej, a di si po bëj njerëzit në për shpia? Pu, thuje, më thuje. Ka dal publikisht Rama me një ropë të këti. E po deri këtu Nuk më kujtohet. I për 20 euro? na thoi formacionin e Juventusit tash. Me këtë tifoz në Itali. Nëse Me ke? do jap edhe një, më duhet se numri 3 është Steven Gerrard. Bravo! Ja ke fut kot! Ej, sa po ta mbyllish kamerën, do kujtohesh, e do thush pu. Krushime Jovan Bregun. Hajde natën e mirë, faleminderit, gjithat mirë. Të falenderojmë Nekse. Po përtasin njerëzit në Gjithsesi Facebook, po përtasin. është kënaqësi kur loja bëhet e tillë dhe në një farë mënyrë ngjajmë si ato kuicet që organizohen vetë nga ata njerëzit aty brenda. Dikush komenton Valdet Rama. Ja pruar shumë. A më Futbollistë italianë. shiko se nuk ka gjetë akoma me video call. Ju që e keni përkollaj me komentu si i parë që do të thotë emrin e sakt këtij dyshit, e gjeti, fitoi 20 euro. Po, pra. Thjesht një koment dyshit. Mos harroni që bet 355 është e gatshme. 355 Të ofroj 20 euro për gjithë ju që gjeni përgjigjen e saktë. Ratin e kemi këtu dhe nuk e ka gjetur. Gocat jo. Prit një sekondë. Mos e thuaj. Rati, po ti ai gjete. Ja, se gjeta do të. Me gjithë të dhima as ti se ke gjete, ha? Marr vesh hiç nga futbolli, ky është problemi. Po, Rama, merr vesh. Për lujt
Kam qef me lujt. Po në kryeministri ja merr vesh. Ma ka i zero fare. Zero fare. Po të ishin muzikantar, Ishin muzikantar. jam i bindur që radi do na kishte gryer nga lekët. Me sa shof do të thonë, lexoj edhe komentet aty. Lexoj edhe komentet, shumë mirë bë. Lexoj edhe komentet dhe me koment ka një fitues. Ka një fitues. Njëri nga komentuesit e ka thënë emrin e saktë. Që do i marrë 20 euro. Po ai që tha i pari, se tash do vazhdoj ta thonë edhe të Regjia e vëmendshme me ata që e kanë thënë. Me video call akoma nuk është thonë. Video collituni more, video collituni. Video collituni dhe gjejeni. Na nxirni edhe një herë numrin në regjia, ju lutem që t'ju rikujtojmë edhe një herë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur nëpërmjet live-it të Zjarr Televizion. Kush dëshiron të lidhet live në video chat, mjafton të dërgojë një mesazh në WhatsApp në numrin e telefonit 069 96 27 472 dhe ne do ju mundsojmë lidhjen live pra nëpërmjet kamerës ku ju mund të gjeni një nga emrat që fshihet në zar dhe fitoni 20 euro. Ju gjet me koment. Ju lutem edhe një herë 103-shin që ta gjejnë me koment, po të hyjnë edhe me video call 103. Të paktën 1 dhe 2 janë shumë të thjeshta, ndoshta 3 është pak më i vështirë. Disa njerëz deri tash ti, po ai që e ka gjetë i pari, ky është 1-shi. Ky është numri 1. Ky është numri 1. Dham goxha informacion. Ishte rus. Ju a tham që ishte rus. Futbollist rus. I njohur, është nga më të njohurit të kombëtarës ruse. Këtë e thot ky që është specialist futbollit, se unë s'di jo. Unë për herë parë shoh, ti më thon, edhe numri 3. I kalojmë të tre Bravo dhe numri 3. Futbollistët. Dhe të tre futbollistët kanë edhe një të përbashkët që ne mund ta themi në fund këtë. Ja, onaj, nuk i gje gjanaj. Ku e ka mjekrën, mo? Ku i ka dhëmbët Gattuso? Nisë. Shohim, tashti e kanë gjetë shumë. E kanë gjetur shumë. Po mirë, nuk ka vlerë. Mjafton që ata që kanë gjetur të mundsohen dhe të lidhen me video call për ta thënë të marrin. Është një këmbë të mesazhet 20 euro. Kokorin, po nuk është Kokorini. Mund të jetë As Kirikiku, është tjetër. Mund të jetë Yuri Gagarin, njeriu i parë në Afsir. Numri 2 bufon. Mirë, dakor, nuk e themi dot tash, domethënë. Përjashtohet, nuk pranojmë video call për numrin 2. Sepse i pari që e ka gjetë, ju më keni nxjerrë mesazhin e Arben Hajdarit, pa është një tjetër. Përpara Arben Hajdarit, Buffon, edhe përpara Enea Kuqos, e ka gjetur një emër tjetër që është Zarfi numër 2. Pa Buffon, mare, është i feni ftyrë, na nxini edhe hera 2-shin, shikojeni për ftyrë. Buffon, po pra, po. Buffon, Enea Kuqo, e keni, ky është i pari që e ka gjetë, atëherë, do ketë, sepse mesazhet për fat ai Facebooku i ruan, si mas radhës kush e ka gjetur orarin e parë, është Gigi Buffon. Zini fotografinë e Gigi Buffon kur ka qenë i vogël. Gigi frasin shkurt ma ata në lagje. Jo, kjo është rusi. Na gjeri Gigi. Edhe regjia s'po i gjet dot. Shikojeni mal Gigi Buffonin, mos ka ndryshu fare. E mërti se gjetë as Buffonin. Po dhe kryeministri gjupin e Buffonit ka thënë. Edi Buffon. Buffon ka thënë, Edi Buffon, kloun. Pra, ishte Zarfi numër 2, 2 orë pas gardit, dhe ishte Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon. Një futbollist me karrierë të gjatë që ka fituar pothuajse gjithçka në karrierën e tij, mungonte UEFA Champions League që Juventusi shkon gjithmonë në finale dhe e humbet, njësoj si Bayern Munich. Por ja që e kanë gjetur vetëm nëpërmjet komentit. Për Rusin. Ore, pse shkruani? Pse keni kaq vështirë? Se merrni me video, se keni më shumë. Që të merrni me video call. 069 96 27 472. Hyni me video, edhe prej krevatit, s'ka problem, vetëm mbulohuni. Ashtu. Nuk pranojmë këtu. Të pambuluar. Të zbuluar. Unë them që mund të fusim një publicitet shkurtër të Bet355-s. Që bën të mundur realizimin. Bet355 që bën të mundur realizimin që e më çmimit. Qëndroni sepse eurot e tjera ju presin. Bet355. Okej, jemi rikthyer përsëri në studio. Unë do të them direkt me Tintinin, uroj që Tintini na ndjek, Tintin. I ke provë Herë ta kanë çuar një linjë. Tintin.
Klikot linkun, po mos e ze kamerën me gisht, mor bu. Kam shu një link. Klikot ai linku dhe futu, po mos e ze kamerën me gisht. Mos kemi rak, se nuk i themi Se njeriu. pyetëm regjin, me gjithë që ne ke shkru këtu, dhe thot ja kemi qu 3 herë, thot Tintinit. 3 herë ka ardhë linku, thjesht klikot e linku dhe mos e ze kamerën me gisht. Është e thjesht, është e Është thjesht. thjesht nxjerrni përsëri numrin e WhatsApp-it. Kanë ngelur vetëm 2 zarfa, zarfi 1 dhe zarfi 3. Mirëmbrëma. Ti m'dukesh mbi Mirëmbrëma. Kiratit, m'dukesh mbi Kiratit. Preparati. Bravo. Azemi shpiga burgerat më të mirë në Shqipëri. Oh, Mos më intereson se unë jam Jo, zemë që ke berber, këtyre të mive s'ke që i banë besoj, e? I ka hangër dreshi këta flokët e mi. Gjatë me formë shumë. të shkojnë shumë. Më shkojnë, e? Po, s'kam qa bajma i këta kama dhe mas me më shku i këta do maju, s'kam qa që e tjera. Jo, kemi e rregullojmë si e sistemojmë si mohabet domethënë. Ornatë. Faleminderit. Azem, me cilin e me lujt, me 1-shin apo me 3-shin? A 2-shi a gjet? 2-shi i, u gjet 2-shi. Megjithatë për 1-shin kemi dhënë shumë ndihma, kështu që Për 1-shin, ashtë rus. Dhe... Njëshi vjen para 2-shit, pra janë shumë afër me njëri tjetrin. është një nga futbollistët më të njohur rusë të kombëtarës së rusë të futbollit. Futbollist kombëtar. E futbollit dhe ka një të përbashkët edhe me futbollistin tjetër që u gjen. Ja thash pra, 1-shi me 2-shin janë... Gianluigi Buffon, edhe ky ka një të përbashkët. Ta kjo është si rus. Është rus. Ka lujt sonte. Lujti. Ka lujt mirë. Po s'ka bagën. Pa nesër fare, sot. Se ke pa ndeshje. Ja pra kështu i ki 20 euro, se nuk shikon ndeshjet. Me koment e kanë gjetë. Me koment unë shof që e kanë gjetë. Të duhet një Me sforco. video call të duhet një sforco. Shiko, e ketë garantume që s'ka ba gol. Nuk kam një me vogël. Madje mundet, nuk jemi të sigurt për të, mos ketë bërë gol në gjithë karrierën e tij. Dhe prapa është me kombëtaren ruse. Pani, po, Po, ka probleme me audio. Pra, Shiko. Ky s'ka ba gol. Edhe po të lute, i javë rresht kam biden që s'do kishte ba gol. Nuk e ka ide fare. po, s'po kuptoj fare. Po pse s'po e kupton? S'ka ba gol. e ndjek futbollin apo dhe ti si Rati? Ti? E ndjek futbollin apo si Rati dhe ti? Po, Atëre, po, proja me... nuk është... okej, domethënë nuk i ndjek skuadrat e tjera. Mirë është që ti ndjekësh se tek Truk fiton nga 20 euro. Këtë nga Bet 355, por ndihmat që të dam janë shumë, domethënë mjafton vetëm emri. Qofse njeh ndonjë futbollist rus, jam i bindur që këtë e njeh. Na thuaj 2-3 emra qofse njeh ndonjë futbollist rus, të kombëtarës ruse. Kështu që dhe po t'i themi pozicionin, po nuk i kujtojnë. Shiko, saj me mesazhe është gjetë. Me mesazhe kanë gjetë. Ty edhe ba... Vetëm ty të për Rusi pas... Jo, kemi edhe 3-shin. Edhe 3-shin, po për 3-shin s'është dhënë asnjë ndihmë, kështu që Gjerja 3-shin. nxjerrja 3-shin.
Mas e kapi veshin, veç u këpun Macerano tjerë si pashto. Treshin, kjo është treshi. Tani do fitoj 20 euro fiton. Po jo pa I gjetë. Rati jepit në ndim. Po të ndimon Rati! Ka I time të patë, ja futbolist. Kjo është e sigur. Kjo është e sigur. Po, to pa keni në kjetë pa. Kjetë me çakmak. Okej. Në gjë bashkë pa ilan me ardhë mu qefë të herë, se të fitë pas ke zhanë të rezikje. Po të sjellim këshu e eurot. Faleminderit si tire, natën e mirë dhe të përshdesim edhe ne. Natën e mirë. Është gjetur. Atëherë është gjetë edhe dyshi, edhe treshi. Ka me komente. Me komente? Pa, është gjetur. Është gjetë treshi me komente? Më mua më duket se po. Po, është gjetur. Është gjetur, ndoshta është gjetur më vërë. Është gjetë, janë gjetë. Dhe me thanë, me komente janë gjetë, edhe njëshi, edhe treshi. Kam përshtypjen se këta të komenteve bëjnë ndonjë hile. Ço të shfuten aty në Google, kontrollojnë ndonjë gjë. Jo, ne po presim tash që të hynë me video call, dhe t'i gjenë. Pra kemi edhe pak minuta në dispozicion. Kemi edhe I 5 minutë dispozicion me rrune 20 eurosh. Po pra. I kanë fitu deri tashti. Sa veti kanë fitu deri tashti? Jam bërë 4 mos E, se mos më zjarë deficit, mos më thoni më shumë se që kanë fitu. Jo, po sigur të futen këta që e kanë... Hajde, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mama, nga merë. Shtëpia. Nga shtëpia? Mania. Nga Gjermania. Nga Gjermania. Nga Gjermania. Për cilin do me lujt, për njëshin apo për treshin? Nishi Shevchenko. Shadan Shevchenko janë Rusi, Shevchenko jashtë Ukrainas. Mos u ha hiç se ha kishtë dhom, hiç. S'na bërë, mos s'na bërë. Ku e gjete mëre në Ukraina si në Rusi? Ata janë edhe në luft. Ti kishë dhënë pasaporti se ka shumë sa e kanë thënë të Shevchenko për Rus? Ti kishë dhënë pasaporti Hajtë një moj se do në me një mu mili, ashtë datë Bajramit, do në me ba se ba. Rus! Nuk kam të një gjuhë mirë. Hë? Okej. Nuk është dhe gjërë mirë. Apo më digjon mirë të ashti? Apo pësirë në telefon. Apo të cilin telefon, për nuk ka fa jo në shput. Bëllë për telefonin se ka 20 euro këtu, që po të presin. Pa dhe mërë pikafe. Tani po një... Ashtë Rus. Po brënda nga Rusia. Dhe nuk ka ba gol sonte. Ka po vëtë sote se ndoshta s'ka luj fare. Ka lujt. Ka lujt. Edhe po të lute I javë resht prapë s'kishte ba gol. A për tjerë. Emnin? Dhe e kam njek leshit. Mos I dhisti bet 355, a je 20 euro për I ka që gjo, për I emën. E kam ndjek me koment arab më Bet duket. 355, bet 355, të të kishim dhonë logari, gjeja më emnin dreshit. Më duket se ka ndjekur me koment arab. Edhe nuk I vjen emri. Ti Sa qef kishim e dilori 20 euro më burë, me gjithë shpirt doshe. A Bajram më? Falenderojmë që more pjesë. Falenderojmë që more pjesë. Nesër mrama jemi prape, Nesër mrama ka prap, ka lojna tjera. O, do vazhdojmë gjithë botrori. Natën e mirë, falenderojmë. Pasanik. Natën e mirë, falenderojmë ty, falenderojmë Bet 355 që bën të mundur, që ju t'i fitoni ca lek lozim bashkë këtu. Ta kalojmë ke... Natën e bëdoj këta orë të vona, më dhe sikur kalohen bukur kështu në... Natën vonë, në bulevard kalon. Digjon, nuk kena marrë për specialist futbolit për me kënu kena këte. Natën vonë, filloj e pra. 3-4. O, Rati, po I shoku e të burë që të kishtë edhe ty këtu, e s'pojtë me edhe I mu. Edhe me mik nuk fitoj Po kjo është problemi se si moha vetën. Shko, në fakt, mua kam filluar të më dalin zakushërin të largët tani. Ti si mor se gjete, po I thot njeri. Më mirë, se gjëra që ndodhin janë, gjëra që ndodhin.
Ç'a do bëj? Mirë, kemi mbritur thuajse në fund të emisionit edhe për sot, fillimisht Atëherë do bëjmë gjë. do bëjmë një gjë. Do bëjmë shumë A gjë. bëjmë gjë me lejet kompanisë të basteve. Me qenë se fitus me video kemi pas vetëm një? Po, Ha? po. Nuk kemi pas fitues me A mundet t'ja japin nëse është që e kanë gjetë 2 vetë për shembull çmima. Mund t'ja japim atyre që i kanë gjetë me komente? Po do shikojmë. U marrim një okej nga kompania. Okej. Pra nuk do të ketë nga një, atëherë sonte do fitoj 60 nga 20 euro. B355 zemër gjë. 355 ju jep ju nga 20 Po euro. mos e erdhe në nga 20. Tje? Me ty flasim ma vonë. Falenderojmë Bet355, falenderojmë kompaninë Upcom që më të mundë realizimin e 2 orë mas gardhi. Falenderojmë Ratin. Faleminderit për ftesën. Ftuarin ton simpatik edhe natën e mirë ju pafshim Natën e nesër. mirë. Po të njëjtën orë. Mos mungoni. Rati herë ka vëna jek për ekranin. Unë normal do hydhe kamerë ta direkt. Tak. Mirë, shihemi sërish nesër në orën 23 në ekranin e Zjarr Televizion.